Mbrojtësi Bujar Plana ishte një nga lojtarët e grumbulluar nga trajneri Sylvinho për duelet e play-offit të botrorit. 24 vjeçari zgjodhi të përfaqësonte ngjyrat kuqezi pas ftesës marrë, edhe pse më parë ka luajtur për të rinjtë e Kosovës. Kjo gjë nuk ka ngelur pa u komentuar edhe nga trajneri Dardanëve, Franco Foda, i cili u shpreh se prej kohësh e kishte ndjekur Planën. I kemi parë ndeshjet e tij dhe sigurisht se deri tani kemi vendosur për grupin e lojtarëve që kem, secili ka kontribuar që të arrijmë këtu ku jemi dhe secili është i rëndësishëm për pozicionin e tyre. Për lojtarin në fjalë, nëse ai ka vendosur për Shqipërinë, atëherë është vendimi i tij. Gjithnjë e kam thënë se kur luajnë për Kosovën, lojtarët duhet të luajnë me zemër, vazhdoi trajneri i Kosovës. Vrasja tragjike e Ilaz Brahimit që ndodhi mbrëmjen e kaluar ka tronditur familjarët dhe miqtë e tij. Mes shumë mesazhesh ngushëllimi, Hoxh Hasim Berisha ka ndarë një kujtim prekës nga biseda e tyre e fundit, duke lartësuar figurën e të ndjerit si një besimtar të devotshëm. Përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook, Berisha ka treguar se Brahimi ishte nisur drejt vendlindjes me një qëllim fisnik, të festonte festën e Bajramit pranë nënës së tij. Hoxha ka kujtuar momentin kur Ilazi i kishte treguar arsyen pse nuk mungonte asnjëherë në Kosovë gjatë festave. Me pikëllim morëm lajmin për vdekjen e Xhematliut, vëllait ton Ilaz Brahimi. Vdekja e tij na tronditi. Ai ka qenë një besimtar i devotshëm dhe një djalë shumë i mirë. Ditën para se të nisej për në Kosovë më tha: "Hoxh, çdo Bajram shkoj në Kosovë vetëm për hir të nënës", ka shkruar Berisha. Berisha ka treguar se kohën e fundit e kishin kaluar së bashku në adhurim, pa e ditur se ajo do të ishte përshëndetja e tyre e fundit. Natën e Kadrit e kaluam së bashku deri në mëngjes, pastaj iku për të mos u takuar më me ne në këtë dynja. Zotit mëshiroft Ilaz, Allahu na bashkoft në xhenetet e tij, ka shkruar ai. Që nga ngjarja tragjike me 3 viktima në fshatin Majac të Podujevës, vazhdojnë të jepen versione të ndryshme për rastin. Njëri prej antarëve të familjes Gashi, që ka dashur të mbetet anonim, është prononcuar për median. Ai ka mohuar disa prej versioneve që janë raportuar që nga mbrëmja e së dielës, kur edhe ka ndodhur rasti. I njëjti ka thënë se si familja asnjëherë nuk kanë pasur telashe, derisa ka shtuar se nuk kanë qenë në dieni për lidhjen e të dyshuarës, Ardita Gashi, me tashmë të ndjerin Ilaz Brahimin, 45 vjeçar, nga Obiiqi. Familjari ka dhënë detaje tjera lidhur me momentin kur më pas e dyshuara, pas aktit, ishte mbyllur në dhomë. Pasi e ka gjuajtur atë djalin, ka shku te Inxhira Miradi. Ajo ka qenë bashkë me Ren dhe 3 fëmijët. Ardita ju ka thënë të dalin jashtë sepse ka me bisedu diçka me Inxhën. Si ka ndal nga dhoma, është dëgjoj krisma. Ne kemi vrapuar me një herë, e ajo është mbyll në dhomë të fëmijëve. Kur ka tentuar me hy vllai, ajo ja ka drejtuar vetes armën dhe i ka thënë largohu se të vrasë edhe ty, u shpreh ai për klankosova.tv. Ai ka thënë se në rastin tragjik, 31 vjeçaria ka përdorur revole, duke hedhur poshtë pretendimet se e dyshuara ka qelluar në drejtim të Brahimit dhe gruas së Axhës me armë automatike. Mbrëmjen e 22 marsit, 31 vjeçaria Ardita Gashi dyshohet se privoi nga jeta Ilaz Brahimin, kurse e plagosur kishte mbetur edhe Miradie Gashin, por e cila vdiq më pas mëngjesin e së hënës, derisa po trajtohej në QKK. Po ashtu edhe Ardita Gashi po trajtohej në QKK, pasi ishte në gjendje të rëndë shëndetësore si pasojë vetë plagosjes, por as ajo nuk ka arritur të mbjetoj plagëve dhe vdiq mëngjesin e së hënës. Nga ana tjetër, zëdhënësja e prokurorisë themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala, deklaroi se gjithçka kishte nisur si pasojë një mosmarrëveshjeje mes të dyshuarës kryesore dhe 45 vjeçarit.